Kam gatuar sot miqet e mia lazanja. Nuk janë asgjë tjetër, lloj makaronesh që janë në formën e petëve. Zakonisht bëhen me mish të grirë, është receta që unë kam përgatitur për sot. Recetë shumë e thjeshtë. Vendosim në një tigan, masi është nxehur vaj ulliri, një qep të madhe të grirë holl, 2 dhelbinj hudhra, mbasi janë zbutur, nuk kanë marrë shumë ngjyrë, 700 gram mish të grirë kisha në këtë recetë. Edhe i skuq shumë mirë. Është gati kur mishi i grirë ndryshon komplet ngjyrën. E shuaj me pak verë të bardhë, presim derisa të avulloj alkooli, vetëm aromën i marrim. Shtoj aty kri piper, pak gjinxher të bluar dhe mbasi më janë pirë gjitha lëngjet nga vera, shtoj salsën, e mbuloj me kapak dhe e le të zjej plotësisht. Përgatisim beshamelën e kësaj recete. Vendosim në një tenxhere 100 gram gjalp, 100 gram miell që janë 6 lugë gjelle dhe 1 litër e gjysmë qumësht. Mbasi kam skuqur pak miellin, pak nga pak shtoj aty qumshin e ngrohtë, të vakët mund të them, dhe lëvizim shumë shpejt që të mos bëhen kokorriza. Shtojmë krip dhe arë muskat të bluar për beshamelën. Nuk ka nevojë për vezë kjo lloj beshamele, miqet e mia. E shikoni që del pak më e butë, mbasi ka marrë val, është gati. Pak më e hollë, më falni. Tani e shtrojmë në një tepsi, shtrojmë pak beshamel. Lazanjat, jo të zjera ashtu siç janë, pak salsën me mishin e grirë që përgatitëm, prap beshamel dhe pak djath parmigiano të bluar. E shikoni shtresa. Në këtë mënyrë do arrin lazanjat të zbuten përfundimisht, miqet e mia, të zjejnë me këto lëngjet e salsës dhe të beshamelit. Vazhdojmë shtresa derisa mbarojmë komplet lazanjat, mishin e grirë dhe beshamelin që vjen isa kur thon shqip në fund, se janë të matura. Dhe në fund fare nuk ka nevojë për mish të grirë, në sipërfaqen e fundit vetëm lazanja, beshamel dhe parmigiano. Ndërkohë që jam duke përfunduar, si gjithmonë, ngroh furrin e sobës në 180 gradë. Në sobën time u poq rreth 45 minuta derisa të skuqet në sipërfaqe, është gati, miqet e mia. E përfundoj me djath tham. Gatim më i shpejt, më i thjesht nuk ka. Rezultati, nëse nuk do ta keni provuar, provojeni dhe do më kujtoni, miqet e mia. As shumë vajra nuk ka. Një pako petë të tilla me 700 gram mish të grirë, 8 racione të sakta nxjerr. E shkëlqyer, mund të them. Gatuani për familjen. Nëse do ta gatuani, ju bëft mirë edhe juve.